Në një natë të thellë, kur qetësia e errësirës mbulonte tokën si hije e heshtjes, Arben rinte I ulur pranë dritares së dhomës së tij, duke vëzhguar yjet që dukej sikur të qajnë për të. Zemra e tij rënkonte nën barrën e një ankthi që nuk kishte emër, por që e kishte mbuluar si zjarr I fshehtë. Ai kishte ndjer prani të huaja, një fytyrë që shfaqej në ëndra, një fshikëllim që nuk kishte burim dhe një dhimbje që nuk e kuptonte dot trupi I tij. Mjekët nuk gjetën shkak, prisit folën për prova, por zemra e tij dinte se diçka më e errët po luftonte brenda tij. Në atë çast, një kujtesë e largët u zgju. Fjalët e babait të tij, I cili përgjithmonë thoshte: "Kur ti kthehesh Kuranit, ai të kthehet ty me dritë." Me duar të dridhura, Arben hapte një kopje të vjetër të Kuranit, të mbështjellur në pëlhur të bardhë. Në qetësinë e natës, ai filloi të lexojë suren e Fatihas. Çdo fjalë ra si shim mbi tokë të thatë. Ai nuk e dinte akoma, por atë natë fillonte udhëtimi I tij nga errësira te drita e rukjes. Leximi I sures së Fatihas nuk ishte thjesht një ritual. Ai ishte një thirrje nga zemra e një njeriu që kishte humbur rrugën. Sa herë që Arben fluturonte fjalët e shenjta, një qetësi e pazakontë fillonte të zbraps mbi shpirtin e tij. Nuk ishte me një herë, por gradualisht, si një lule që ngre kokën pas tuhis. Ai fillonte të dëgjonte diçka që nuk kishte dëgjuar kurrë më parë, zërin e paqes. Në mes të ankthit që e kishte mbuluar për muaj të tërë, kjo qetësi ra si një dashamirësi e fshehtë nga qielli. Arben filloi të kuptonte se Kurani nuk ishte thjesht një libër, ai ishte një shërim, një mbrojtje, një shtëpi për ato që kishin frikë. Ai kujtoi një hadith: "Bëjeni Kur'anin mjekësinë tuaj." Dhe sot, ai e bëri pikërisht këtë. Çdo natë, para se të flejë, ai lexonte ajat el Kursi dhe 3 suret e fundit të Kuranit: Al-Ikhlas, Al-Falak dhe An-Nas. Fjalët nuk ishin vetëm tinguj, ato ishin shpata kundër errësirës. Në ëndra, fytyrat që e kishin trishtuar filluan të zhduken. Në ditë, fryma e tij u bë më e lehtë. Nuk ishte magji, ishin fjalët e Allahut, të cilat kishin fuqinë të zbarkonin çdo yll të keqit. Ai tani e kuptonte. Rukja nuk është supersticion, është besim I pastër, I frymzuar nga Zoti. Në mes të atij rinovimi shpirtëror, Arben e ndroi një natë që nuk kishte parë që kur ishte fëmijë. Babai I tij, I veshur me thojë të bardhë, qëndronte pra një peme shumë të vjetër në fshatin e tyre të lashtë. "Bir," tha ai me zë të qetë por të fuqishëm, "rreziqet nuk vinë vetëm nga jashtë, ato vinë kur harron se Zoti është mbrojtësi yt I vërtet." Arbeni u zgjua me zemër që rrezonte, por këtë herë jo nga frika, nga një kuptim I thellë I dashurisë hyjnore. Ai kishte harruar shumë gjëra: lutje në kohë, respektin për fjalët e shenjta, bindjen se asgjë nuk ndodh pa leje të Zotit. Babai I tij, I cili kishte jetuar jetë të thjeshtë por të thellë, kishte përdorur rukjen jo si ritual, por si akt të dashurisë dhe dorëzimi. Tani, Arben vendosi të ndjek jeget e tij. Ai filloi të shkruaj në një fletore fjalët e Kuranit që e prekun më shumë, duke I dhënë atyre vend të nderuar në shtëpinë e tij. Në një çast, kur ai lexoi, dhe nëse Allahu të prek me dëm, asnjë nuk mund të shërojë përveç tij. Surja 6, ajeti 17, lotojnë e lotëve, një lot I shpëtimi, jo e ankthit. Ai tani e kuptoi, rukja nuk është luftë kundër njerëzve, është dorëzimi plot Zotit, I cili mbron atë që I beson. Ditët që pasuan ishin si një lëndë e re e frymës. Arbeni nuk ndjeu me një herë shërimin e plot, por diçka më thellë, një ndarje. Si një qelizë që thyhet për të lindur diçka të re, shpirti I tij po ndahej nga ngarkesa që kishte mbajtur për vite. Ai filloi të vërej se magjia nuk kishte fuqi mbi atë që qëndron në dritë. Çdo herë që lexonte Kuranin me bindje të vërtetë, një zinxhir thyhej, jo me zhurmë, por me qetësi të madhe. Ai kuptoi se ankthi që e kishte përfshirë nuk ishte vetëm emocional, ishte një zonjërim spiritual, një frymë e errët që kishte hyrë në jetën e tij kur ai u largua nga dhikri dhe sebabi. Tani, çdo "A'udhu billahi minash shejtanir rajim" që I thoshte, ishte si një portë që mbyllet para syve të djallit. Ai nuk I kërkonte Kuranit të zhdukte problemet. Ai I kërkonte Zotit të I jep fuqinë të qëndrojë në mes të tyre. Në këtë proces,
Arbeni filloi të shohë botën ndryshe, jo si vend të frikës, por si provë dashurisë së Zotit. Dhe në këtë dritë, ai gjeti jo vetëm mbrojtje, por edhe qetësinë që kishte kërkuar gjithë jetën. Derisa Arben vazhdonte të praktikonte rukjen me bindje të pastër, diçka tjetër filloi të ndodhë. Zemra e tij, e mbyllur nga frika dhe dyshimi, filloi të hapet. Ai nuk ishte vetëm duke kërkuar mbrojtje, ai ishte duke kërkuar afërsi me Zotin. Çdo ajet që lexonte nuk ishte thjesht një armë kundër keqinës, por një dorë e shtrirë drejt mëshirës së pafundme. Kur ai lexonte, Allahu nuk e ngarkon shpirtin më tej se sa ai mund të durojë. Surja 2, 286, Lot të Tiran, jo të dhimbjes, por të lehtësimit. Ai tani e kuptonte se Zoti nuk dëshironte që ai të jetë i friksuar, por i besueshëm. Praktika e tij filloi të ndryshojë. Ai nuk lexonte Kuranin vetëm për të larguar djallin, por për të gëzuar miqësinë e Zotit. Ai fillonte të lutë çdo mëngjes para se të ngrihej nga krevati, duke kërkuar udhëzim, falje dhe mbrojtje, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët. Në këtë hapje, ai gjeti diçka më të fuqishme se çdo rukje, dashurinë për Zotin. Dhe në këtë dashuri, as mesyshi, as magjia, as sankthi nuk kishin vend. Pas disa javësh të rukjes së vazhdueshme, Arben ndjeu nevojën të kërkojë udhëzim nga dikush që kishte kaluar nëpër errësira të ngjashme. Duke ndjekur një instinkt të qetë, ai udhtoi në një fshat të largët ku thuhet se një shejh i vjetër, i njohur për diturinë e tij të Kuranit dhe shpirtërinë e tij të pastër, jetonte në paqësi. Kur Arben e gjeti, ai nuk ishte në një xhami të madhe, por në një stëp të vogël me një obor ku lulet u jiheshin me dorë. Shejku nuk e pyeti për simptomat, ai e pyeti: "A je kthyer me të vërtet?" Arben u ndal. Kjo pyetje e preku thellësisht. Ai kishte kërkuar shërim, por a kishte kërkuar t'i kthehej Zotit me tërë zemër? Pas një heshtje të gjatë, ai than: "Unë dua të kthehem." Shejku i tregoi atëherë një sekret të thjeshtë. Rukja është fuqishme kur zemra është e pastër. Mos u fokusoni vetëm në largimin e keqinës, fokusohu në afrimin me të mirin. Ai i mësoi Arbenin të përdor Kuranin jo si një amulet, por si një dialog me Zotin. Dhe në ato oborë të thjesht, Arben mori një nga mësimet më të rëndësishme të jetës tij. Në oborin e shejkut, Arben mësoi se rukja nuk fillon me fjalë, fillon me ndjenjën. Ai nisi të ushtroi veten jo vetëm të lexoj Kuranin, por të dëgjonte atë. Çdo ajet u bë një pas në një udhëtim brendshëm, ku zemra u bë shtëpia e fjalëve të Allahut. Ai filloi të kuptojë se magjia dhe mesyti nuk kanë fuqi mbi atë që e ka zemrën e lidhur me Zotin. Çdo natë, ai lexonte me një qëllim të ri, jo për të ikur nga errësira, por për të gjetur dritën. Ai bëri paqen me veten, me të kaluarën dhe me Zotin. Në këtë proces, ankthi nuk u zhduk menjëherë, por u transformua. U bë një kujtues se ai ishte i varfër para fuqisë së Zotit dhe ky kuptim i varfërisë e çeli zemrën e tij për mëshirën. Kur ai u kthye nga fshati, nuk kishte çuditëra në dorë, por kishte paqe në shpirt, dhe kjo paqe ishte më e fuqishme se çdo urë. Kur Arben u kthye në qytet, ai vuri re se bota ishte e njëjtë, por sytë e tij kishin ndryshuar. Ai nuk e shihte më magjinë si një fuqi të errët që e kontrollonte, por si një hije që nuk mund të ekzistonte pa dritë. Dhe Kurani ishte drita e tij. Ai filloi të praktikojë rukjen jo vetëm kur kishte nevojë, por çdo ditë, si një dhurim i dashurisë. Ai kuptoi se keqinës nuk i friksohet ai që e ka Zotin në zemër. Një ditë, një shok i vjetër i tij, i cili kishte qenë infektuar nga frika e magjisë, erdhi tek ai duke kërkuar ndihmë. Arben nuk i dha ura magjike. Ai e lexoi për të Ayat al-Kursi dhe i tregoi: "Mos I jep fuqi asgjëje më shumë se Zotit." Në atë çast, ai e kuptoi që rukja nuk ishte vetëm për të shëruar, por për të shëruar të tjerët me dashuri dhe besim. Arben filloi të shkruaj, jo për famë, por për shërim. Ai dokumentoi udhëtimin e tij, si rukja e Kuranit e kishte shpëtuar nga ankthi, si fjalët e shenjta kishin thyer zinxhirët e frikës, si besimi I pastër ishte më I fuqishëm se çdo magji. Ai e quajti këtë dokument Rukja, forca e Kuranit kundër keqinës. Nuk ishte një video e thjesht, ishin zemra që fliste për zemra. Ai përdori imazhe simbolike, dorën e Zotit që mbron, një njeri që lutet nën yjet,
një libër I mbyllur që hapet me dritë. Ai e bëri këtë jo për të fituar para, por për të ndarë dritën që kishte gjetur. Dhe kur ai e botoi, mijëra njerëz në Shqipëri, Kosovë, Gjermani filluan të dërgonin mesazhe. Kjo më shpëtoi. Ai tani e kuptonte. Kurani nuk është vetëm për të lexuar, është për të ndarë. Një natë, Arben pranoi se ai nuk kishte nevojë të jetë I përsosur. Ai vetëm duhej të ishte I sinqert. Ai filloi të lutë për ata që e kishin dëmuar, për ata që kishin përpiqur t'i fusin frikë në zemër. Ai nuk u mërzit më, sepse e kishte Zotin si mbrojtës. Ai kujtoi fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur të kthehesh tek Allahu me të vërtet, ai të kthen me mëshirë. Dhe mëshira ishte më e fuqishme se çdo armë. Ai filloi të shohë rukjen jo si një luftë, por si një qëndrim në dritë. Kur djalli vinte, ai nuk luftonte. Ai thjesht qëndronte në dritë. Dhe në këtë qëndrim, ai gjeti paqen që botë nuk mund ta dha. Kur Arben ndryshoi edhe shtëpia e tij. Gruaja e tij, e cila kishte qenë largët nga feja, filloi të dëgjonte lutjet e tij çdo mëngjes. Fëmijët e tij filluan të pyesin: "Babi, çfarë than fjalët që lexon?" Ai nuk I detyroi, ai I tregoi. Ai I mësoi se Kurani nuk është për frikë, por për dashuri. Në fundjavë, ata filluan të lexojnë së bashku suret Al-Fatiha dhe të bënin dua së bashku. Shtëpia që kishte qenë mbushur me heshtje dhe ankth, u bë vendi qetësisë dhe dhikrit. Arben tani e kuptonte. Rukja nuk është vetëm për një njeri, është një dritë që mund të shpërndahet në një familje të tërë. Arben kuptoi se rukja nuk ishte thjesht për të larguar magjin, por për të rikthyer njeriun te vetja e tij e vërtet, një shërbës I Zotit. Ai filloi të kthehej te lutja me kohë, te postja, te dhikri në çdo hodh. Ai nuk e bënte këtë për të shpëtuar, ai e bënte sepse e dashuronte Zotin. Dhe në këtë dashuri, ai gjeti liri. Nuk kishte më nevojë të kontrollojë gjë, sepse e kishte Zotin që e kontrollonte gjithçka. Ai filloi të jetë mirëkuptues me të tjerët, sepse tani e kuptonte se çdo njeri ka luftën e tij. Dhe kjo empati ishte një nga frutet më të bukura të rukjes së tij. Arben tani e kuptonte. Shumë njerëz e përdorin rukjen si një formë magjie islame, por kjo është gabim. Rukja e vërtet është një lidhje e gjallë me Zotin përmes fjalëve të tij. Kur lexon Kuranin me zemër, jo vetëm me gjuhë, atëherë ai bëhet një pas në një marrëdhënie me Zotin. Ai filloi të theksoj këtë në çdo video, në çdo bisedë. Mos e kërkoni efektin, kërkoni Zotin. Dhe në këtë qasje, rukja u bë për ai jo një mjet, por një adhurim. Vitet kaluan, por drita që Arben kishte gjetur nuk u zbe. Përkundrazi, ajo u përhap. Ai ndihmoi dhjetra njerëz të shkëputen nga frika e magjisë, të gjejnë paqen përmes Kuranit. Ai kurrë nuk mori para për këtë, sepse konsideronte një detyrë shpirtërore. Ai e quajti këtë shërbimin e rukjes. Dhe në secilin takim, ai thoshte të njëjtën gjë. Zoti është më afër se vena jote e qafës. Beso, dhe ai do të vijë. Dhe ky ishte mesazhi I tij për hershëm. Historia e Arbenit nuk mbaroi, sepse rukja nuk është një fund, por një fillim I përhershëm. Çdo ditë është një mundësi për të rikthyer tek Zoti, për të kërkuar mbrojtjen e tij, për të gëzuar dritën e fjalëve të tij. Ai tani e dinte, magjia, mesyti dhe ankthi janë të fuqishëm vetëm kur I lësh hapësirë. Por kur zemra është e mbushur me Kuran, atëherë asgjë e errët nuk ka vend. Ai vazhdoi të krijojë dokumentar, të shkruaj, të ndaj, jo si një ekspert, por si një dëshmitar. Dhe në çdo fjalë, ai thoshte pa folur: "Ktheu te Kurani. Ai është shërimi yt, mbrojtja jote dhe drita jote në errësirë."